Parat shkojnë e vinë, por marrëdhënia e vërtet mbetet. 3 shenja që zgjedhin gjithmonë dashurinë mbi pasurinë. Shumë tabela horoskopi tregojnë se kunaqojnë motivet tona. Por për këto 3 shenja, të vetme gjëra që ja vlen vërtet janë ndjenja dhe një lidhje e ngushtë, jo një llogari bankare më e madhe. Gaforja. Gaforet e ndërtojnë mbretërinë e tyre nga dashuria dhe siguria. Për ta, partneriteti është një streh, jo një simbol statusi. Ata do të preferojnë të bëjnë përpjekje për momente intime dhe familje sesa të ndjekin të mirat materiale. Kur zgjedhin midis një monedhe ari dhe fjalëve të sinqerta të dua, zemrat e tyre nuk kanë dilemë. Peshqit jetojnë në sferën e imagjinatës dhe empatisë. Ata zgjedhin një lidhje të thellë emocionale ku mund të jenë autentik, edhe nëse kjo do të thotë të ulin pritjet e tyre materiale. Shpërblimi i tyre më i madh është harmonia dhe mirëkuptimi i ndërsjellë. Parat vinë e shkojnë, por marrëdhënia e vërtet mbetet. Luani. Luanët duan të duan dhe të jenë të dashuruar. Kjo i motivon ata më shumë se çdo numër në llogari. Edhe pse e vlerësojnë bukurinë e jetës dhe luksin, ata janë të vetëdijshëm se momentet e vërteta dhurohen nga pasioni i sinqert. Gjestet bujare në dashuri mbajnë të frymëzuar, ndërsa përdorin parat vetëm si një mjet për të zbukuruar kujtimet emocionale. Nëse je gafore, peshk ose luan, dije se yjet mbështesin zgjedhjen tënde për të vënë në plan të parë një marrëdhënie të ngrohtë, jo një shumë të majme në llogarinë tënde bankare. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.